Sekretari i përgjithshëm i Bashkimit Demokratik për Integrim Arber Ademi ka reaguar ashpër ndaj deklaratave të ditës së djeshme të kryetarit të Gjykatës Kushtetuese, Darko Kostadinovski. Ai i cilëson ato si dëshmin të një qasjeje jo profesionale dhe tendencioze, e cila sipas tij rrezikon seriozisht e parimet themelore të marrëveshjes së Ohrit dhe karakterin multietnik të shtetit. Ademi vlerëson se kryetari i Gjykatës Kushtetuese po e shndron jo vetëm veten, por edhe institucionin që drejton në një organ parapolitike majorizues në funksion të zhbërjes së graduale të marrëveshjes së Ohrit. Të thuhet se as nuk japim, as nuk marrim, ndërkohë që paralajmërohet harmonizim me kushtetutën pa transparencë dhe në kundërshtim me amendamentin 5 të vetë kushtetutës, përbën shkelje flagrante të drejtave të shqiptarëve dhe minimizim të shqetësimeve legjitime të tyre, të cilët me të drejtë shohin rrezik në një proces të mbyllur, majorizues, të njëanshëm dhe pa asnjë argument profesional. Sipas tij, ky proces i mbyllur dhe pa transparencë minimizon shqetësimet e legjitime të shqiptarëve, të cilët me të drejtë shohin rrezikun në një vendimarrje të njëanshme, majorizuese dhe pa argumentim profesional. Veçanërisht problematike, Ademi e konsideron edhe qëndrimin kundër parimit të Badenterit në vendimarrjen e Gjykatës Kushtetuese. Badenteri nuk është shpikje politike e BDI-s, por mekanizëm kushtetues për mbrojtjen e komuniteteve dhe ruajtjen e karakterit multietnik të shtetit. Ademi thekson se çdo tentativë për të nënshkaluar mekanizmat kushtetues të barazisë do të prodhojë pasoja të rënda për stabilitetin institucional dhe besimin ndëretnik në vend. Kujtojmë se të premten, kryetari i Gjykatës Kushtetuese Darko Kostadinovski ka komentuar mekanizmin e Badenterit, duke theksuar se ky mekanizëm është i dobishëm në organet politike, siç është kuvendi, por nuk është i nevojshëm të përdoret në Gjykatën Kushtetuese, sepse, siç e theksoi, krijon anomali.